Nga paraburgimi në Hag, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë një intervistë për emisionin Opinion, ku ka folur si rrallë herë mbi procesin gjyqësor ndaj tij dhe përjetimet gjatë viteve të izolimit. Thaçi ka deklaruar se procesi gjyqësor ndaj tij ka devijuar dhe se duhet të ofrohet drejtësi e jo hakmarrje. Ai kërkoi që procesi të jetë transparent dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Sipas tij, gjatë qëndrimit në paraburgim janë kufizuar të drejtat për të shprehur qëndrimet e tij. Më ishte mbyllur goja për të folur dhe më janë lidhur duart për të shkruar atë që më do zemra, e thot plotësisht mendja. Thaçi shtoi se rruga e tij politike ka qenë e vetëdijshme dhe e lidhur me përpjekjet për liri. Ai më tej tha se dhimbjen e humbjes së babait e ka përjetuar duke parë varrimin vetëm përmes televizorit. Bëj gjumë të rehatshëm, por nuk më sjell mjaftueshëm sensin e rigjenerimit mendor e as fizik, ka deklaruar Thaçi. Kur është pyetur për Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakub Krasniqin, Thaçi tha se së bashku kalojnë shumicën e kohës. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përshkruar përjetimet e tij gjatë qëndrimit në paraburgim, duke theksuar se përditshmëria atje është e shkëputur nga ndjenjat dhe ritmi normal i jetës. Thaçi tha se as takimet dhe bisedat me familjar nuk e kanë përjetimin dhe ngrohtësinë emocionale të njëjtë. Ndër të tjera, ai tha se buzëqeshja nuk buron nga thellësia e shpirtit. Ushqimet që ha, kafja, çaji që pi nuk e kanë shijen e njëjtë. Sipas Thaçit, përditshmëria në paraburgim mbetet e ftohtë dhe artificiale, pavarësisht kalimit të kohës. Në intervistën e tij, ai ka komentuar edhe dimensionin ndërkombëtar të politikës së jashtme, duke theksuar rëndësinë e angazhimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai u shpreh se Kosova duhet të punojë për të siguruar vëmendjen dhe mbështetjen e institucioneve amerikane deri në nivelet më të larta vendimarrëse. Sipas tij, institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin hapa konkrete, përfshirë edhe një ftesë zyrtare për presidentin e SBA-s, Donald Trump. Ai shtoi se ndihet mirë për faktin se ka pasur mbështetje nga qytetarët gjatë angazhimit të tij politik. Gjithashtu shtoi se gjatë qëndrimit në paraburgim ka hasur në zhvillime dhe informacione që sipas tij nuk do t'i kishte besuar më parë. Ai u shpreh se për disa nga këto çështje nuk i lejohet të flasë, duke cilësuar të gjithë procesin si të ndikuar nga faktorë të jashtëm. Ndër të tjera, ai tha se sipas bindjes së tij, nëse një proces i tillë do të zhvillojë nga institucionet e Kosovës, do të kishte reagime të forta ndërkombëtare. Thaçi përmendi edhe raportin e Dick Marty për akuzat e trafikut të organeve, duke pretenduar se procesi i trajtimit të këtij raporti është ndikuar politikisht. Ai gjithashtu pretendoi se miratimi i rezolutës në Këshillin e Evropës ka ardhur si rezultat i ndikimeve politike, pak para zgjedhjes së tij për mandatin e dytë si kryeministër. Thaçi theksoi se synon të ruajë koherencën e tij personale dhe nuk e sheh veten si pjesë të garës aktuale politike. Thaçi rikujtoi periudhat kyçe të zhvillimit politik në Kosovë, duke vlerësuar rolin e rezistencës dhe bashkëpunimet me Perëndimin si elemente përcaktuese për suksesin e vendit. Lëvizja politike e padëgjueshmërisë qytetare dhe rezistencës për liri kishte një vizion. Edhe pas luftës, uniteti i brendshëm institucional dhe bashkëpunime me Perëndimin ishte alfa dhe omega e suksesit, ka thënë Thaçi. Sipas tij, situata aktuale politike në Kosovë është më e tensionuar, me dialog të brendshëm të dëmtuar dhe mungesë komunikimi mes aktorëve politik dhe shoqëror. Ndryshe, gjykimi ndaj 4 ish-pjesëtarëve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, përfundoi më 19 shkurt 2026. Pas përmbylljes së procesit gjyqësor, vendimi i trupit gjykues pritet të merret më 19 maj ose 18 korrik.